Mars, domethënë të këtij viti, kam mbajtur një vizitë tek halla dhe rastësisht domethënë e kam njohur aty, duke me ditë domethënë që kjo kishte shumë hyrje dale familjare me hallën time. Unë i besova që në herën e parë, domethënë nuk e di, as vetë nuk e di si i besova. Lori, një zonjë 38 vjeçare me banim në Greqi, është viktima e radhës së dentistës abuzive Genta Elezi, e cila për 2 javë me radhë është bërë personazh i temave tona. Pasi e takuam, kuptuam që zonja Genta përveç klinikës nuk dispononte asnjë dokument për të ushtruar profesionin, që nga regjistrimi në urdhrin e stomatologut ushtronte aktivitetin pa leje të ushtrimit profesional. Gjithashtu konstatuan mungesë e akt miratimit higjieno-sanitar, mungesë e librezës shëndetësore dhe raportit mjeko-ligjor, mungesë e raportit të analizës së ujit, certifikatës së dezinfektimit dhe kontratës për menaxhimin e mbetjeve spitalore, dhe për më tepër kryente evazion fiskal pa u trembur as pak nga institucionet. Tu fatura lexon 12.000 lekë vjetra. 12.000 lekë vjetra keni deklaruar. 1 milion e 2. Jo, është 12.000 lekë të vjetra. Tani, jemi okay? Da, jo, 15.000 lekë të vjetra. Jo, është kjo. 15.000 lekë të vjetra. Ajo ishte bërë një gabim Aparat transparent. Po pra kjo është aparati. Ajo ishte bërë një gabim, pa dashje ka bërë goca një gabim në shtypje. Po u riparuan të tërë faturat. Me njërë pas denoncimit ton, një numër i madh personash, viktima të pseudomjekës, na kontaktuan për të denoncuar pa aftësinë dhe metodat abuzive të saj. Implanti më kishte hipur në sinus, edhe më kisha dhimbje koke, kisha qelbë në gojë, tërkohën, unë nuenta, dhe kisha një dhimbje të papar, një shtrëngim koke, goja ime ishte gjakosur, e irrituar, me infeksione. Tani le të flasim për rastin e radhës që një lloj si të tjerët ka posuar një dëm fizik të pariparueshëm nga paaftësia e kësaj zonje. Gruaja imigrante, pasi ndodhe me pushime në Shqipëri, ka vendosur të bëjë një pastrim rutinë të dhëmbëve. Por aty është përballur me një situatë të papritur. Impakti i parë që më ka hap gojën dhe më thot mua që më thot mua, nuk të bëj dot pastrim dhëmbësh se ty më thot mua po të bien të gjitha dhëmbët. Vërtet i thash unë po tha. I them unë po pse? Nuk e di, më thot mua ke dopsim të kockës, më thot mua duhet urgjentisht i bësh veshje. Një refren i njohur dhe i përsëritur pothuajse tek çdo pacient i kësaj zonje, e cila kudo sheh kocka të dërmuara. Më bëj thjesht një pastrim i thash unë të gurzave dhe nuk ma bëri vuri një si tip pastë, domethënë si tip zbardhuesi, se më thot mua po të bëj pastrim gurzar dhëmbët të bien. E thënë nga një mjeke që dhëmbët do të bien, nuk është dhe aq entuziazmuese, përkundrazi. Shkoj në shtëpi unë me thënë drejtën e traumatizuar, tash unë ç'është do mbien dhëmbës, se unë dhëmbët e mi kisha në super gjendje të bardhë, të bukur. Domethënë nuk kisha dhe u trëmba sinqerisht. Ta them tha me sinqeritet, sepse doktorët e tjerë më kanë leverdi që të ta thonë sepse më tha mu presin që të bien dhëmbët që kostoja të shkoj më lart. Një argument i padëgjuar ndonjëherë që e ka terrorizuar zonjën, e cila në vizitën e radhës ka marrë një tjetër goditje nga kjo grua që vetë deklarohej mjeke. 20 cop. Më thot mu mirë lart, po ti ke akoma më keq poshtë, po të tunden, që normalisht nuk kuptoja asgjë që më tundesh një dhëmbët. Tek Lori nuk ishte shfaqur asnjë shenjë që ta bënte të dyshonte për një anomali të dhëmbëve, por pseudomjekja ishte tërësisht e bindur në teorinë e saj, prandaj konkul për ta bindur pacientën se duhet të nxitonte. Më shkruan në Instagram, thot mu depo e dhëmbit ka një ofertë. Ma prishi mendjen me mesazhe, jo hajde, jo po ashtu lër ka parë te laboratori dhe kur të vish, kudo që të vish bën materialin me oferte. Domethënë tamam. Mentin i besova, të them të drejtën. Pas këtij insistimi, as pak normal, pacientja dorëzohet, duke pranuar që të bëjë me urgjencë ndërhyrjen që do ta shpëtonte nga kjo anomali e padëgjuar e gojës. Për një gjysmë ore më ka bërë 12 gjilpëra dhe për gjysmë ore mi ka hedhur të gjitha dhëmbët në tokë. Një ndërhyrje duke djegur çdo etapë që ka shkaktuar jo pa komplikacione tek 38 vjeçaria. Më çu rrafjet e zemrës dhe nuk po përmbahesha dot. Jo shqetësime, po isha gati të bija murit me kokë nga dhimbje, sepse ajo dhëmbët ishin me nerv, mishat ishin tej mase të acaruara. Dhe unë i thoja çfarë bëj gargar me ujë me krem ose me betadin mishrat. Mos duhet të bëj një grafi tash unë për të parë gjendjen e gojës, unë jam shumë keq. Thot mu po do ta bëj mo zemër. Pavarësisht që nga dentistja abuzive ishte premtuar një punë shpejt, e në pak ditë befas ajo nuk bëhet më e gjallë, duke ngritur dyshimet e para tek pacientja e saj. Thot mu për 2 ditë do vendosim dhëmbët. As një kim, thot do shkojmë te laboratori të zgjedhim dhëmbët, marrësh mjekim i gjë, asgjë. As grafi, pres të nesme,
Të pas nesme, aty se mami, dëmë se mami ti o ma i thash, unë nuk e di, po unë po më duke si mashtruse kjo i thash. Dhe kuptohet, një pjesë e parave, një lloj si rastet e tjera të pacientëve të mashtruar, duhej të jepeshin pa nisur puna. Sa para i dhe herën e parë? I dash 1.000 euro, sepse më kërkoj 3.000 euro. Parat ishin paguar, ndaj e njoftuar nga mjekja. 4 ditë më vonë, pacientja paraqitet në klinik për vendosjen e dhëmbëve të rinj. Dhimbjet pa para, domethënë bëj gjithë për e vë dhëmbët asimati për gjysmore mi ka hequr për gjysmore, domethënë dhe ato të tjerat mi vuri. Unë ka dhënë pasqyrë që kam parë veten për atë me ato dhëmbë se gjëja i kërkova e maksin, dhe më kishte vënë përfundimisht porcelan. Po mos i duken, i thash me thënë së drejtën, i thash nuk po më pëlqejnë fare, mu po më duken, i thash që ke vënë masjella ngoj. Kjo ankesë 38 vjeçares nuk e zuri të papërgatitur dentiste Gentën, e cila i premtoi që gjithçka do të rregullohej. Por ndërkohë gjendja e pacientes sa vinte e rëndohej më shumë. Dhimbje, po fillova dënjtesha, gjakosje, mishrat. Një qato temu ty që ato dhëmbët që jam kishte vënë ishin mbushur me gjak brenda dhe vinte një herë goja që unë nuk di çfarë të them, që më vinte turp t'i afrohesha njerëzve afër. Dhe përgjigjja e mjekës për këtë situatë ishte vërtet revoltuese. Ka problem zemra ime, deri në 3 muaj është ti do qetësohesh. Por kjo nuk ishte as pak e vërtet, sepse gruaja e re nuk po shihte asnjë përmirësim. Dhimbjet ishin konstante edhe pse ditët kalonin. Por ky me sa duket ishte problemi më i vogël. Ishin shkatruar të gjithë nervat e dhëmbëve të mit parat. 2-3 dhëmbë të tjerë domethënë i kishte ngordhur nervi gjatë punimit që ajo ka bërë dhe kishin filluar dhe ato domethënë të infektoheshin. Ka marrë antibiotik vetë pastaj me një farmaciste që njoh këtu. Sepse fillova të bëhesha shumë keq thesha. Kam një shoqen time stomatologe në Gjermani. Dhe i them kështu i them unë për rastin, thotë mos i ka funksionuar, më ka bërë grafim, thotë më para se të nisë procedurën, jo i tash. Po si jo, tha mu pa gjendjen e gojës, tha se mund të kesh ndonjë infeksion në gjë, si të ka bërë. Jo i tash nuk ka bërë asgjë për gjysmore, më tha mu 20 dhëmbë. Po janë mirë, më tha mu, ku ke vajt, më thot mu. Tashmë besimi ishte humbur, asnjë dentist, sado i paaftë ishte, nuk do të kishte vepruar në atë mënyrë. Prandaj, në kushtet kur dhëmbët i ishin shkatruar tërësisht, pacientja me të drejtë kërkon t'i kthehet pas shuma totale prej 3.000 euro që kishte dhënë, plus pagesën për riparimin e dëmit që vajza do të bënte në një tjetër klinik. Më thoshte mua po. Në fillim insistonte dhe më thënë që unë të kthehesha dhe t'i bëja prapë tek ajo ti përsëriste. Po mirë, më thoshte mua, ti këtë punën e dentistit e ke të bërë. Hajde kur do të vish ngë një bilet dhe është puna ime se do t'i paguaj ti dhëmbët i ke të bëra. E gjitha kjo për të fituar kohë, me qëllimin për të mos kthyer asnjë lek mbrapsht. Prandaj në këtë kushte, pacientja në pamundësi për të ardhur në Shqipëri përfshin vëllain e saj. Disa vllaj të shkojnë tek noteri, të bëjmë një akt notarial. Që ti kësaj zoni do t'i paguash të gjitha detyrimet dentare. Po. Nuk pranonte, i shkruajti dentisti, i thot, të lutem zonjë, hajde dhe të flasim si dy kolegë në afër si do ta zgjidh çështjen e pacientes. Nuk pranonte. Ty pastaj jam drejtuar direkt bëj letrat vllajin prokurorit. Atje ku kanë shkuar tashmë, një numër i madh i viktimave të doktoresh Gentës, e cila pavarësisht masave administrative, vazhdon e qet punën në klinikën e saj në Shijak. Bëja një kështu vizit për të mballa. Ka vepur? Jo e fundit tu më është fyrë pak kjo e syrit. Ne do të dalë nga emergjencë fiziologjike atë. Më dhem komplet, po më dhejmë edhe këtë tjerë. Ja tash vetë ta gjeta për fiziologjike, ashtu ata. Alena ja. Po tash shikojmë çik. Hajde lu tash shikojmë mirë atë. Genta, mirëmëngjes. Pas gjithë gjës vazhdoni. Nuk po vazhdoj, Nuk po vazhdoni punën, po gënjejmë sërisht. Dini çik jashtë. Si ka mundësi, ai pa dëshmitë e pacientëve që keni bërë. Tërë ato që keni trilluar juve keni. Çfarë kemi trilluar ne? Çfarë kemi trilluar? Vazhdoni. Ai pa dëshmitë e pacientëve tuaj. Dil jashtë. A është normale të punoni, a keni ndërgjegje për ato që i shkaktoni pacientëve? Ishe shoja del që ju keni mangësi në dokumentacion. Ishe shoja del që ju keni dokumentacion të mangët. Ato gradualisht po sistemuar. Do me tregosh pak pra me që ke sistemuar? Në fillim pseudodentistja mohoi që vazhdon punën dhe më pas u hëd në sulm duke u kthyer nga e akuzuar në akuzuese. Unë po bëj dokumentacionin gati, vazhdo. Po pra, dëshmitë e pacientëve i keni parë, dëmet që i keni shkaktuar. Nuk i kam shkaktuar asnjë pacient për ato trillime që keni bërë. Kemi bërë në trillime? Pse s'na hidhni në gjyq pra me që kemi bërë trillime?
Do vazhdoj dhe ajo procedurë, mos kimera, kena jo procedurë do vazhdoj. Me që shmit e pacientëve i dëgjuat, i pat. Ato janë sajesa u... Se duhet sajoj një pacient? Se duhet sajoj një pacient? Sajesa, sepse... Ju merrni para këte, jep një andej për çfarë arsye? Të lutem ti për çfarë punon? Unë për çfarë punoj? Unë për ne për drejtën e qytetarit. E di çfarë drejtë jeni juve. Befas biseda me zonjën Genta bëhet më dinamike, me tone të ngritura dhe tërheqje për të na nxjerrë jashtë klinikës së saj abuzive. Ju mbani përgjegjësi për veprimet tuaja. Unë mbaj përgjegjësi. Çfarë përgjegjësi? Mbaj prekni me dorë. Të lutem vazhdo se s'ke të drejtë në biznes privat i tyre. Të lutem vazhdo. Po ju keni drejt të bëni pacientët i katadisni në atë formë. Klinikën jam me licencë me të gjitha të hapur vazhdo. Po dëmet që i shkaktoni pacientëve? Vazhdo, nuk u ka dëmet? Të lutem vazhdo, nuk t'jap informacion fare. A e pat zonjët Vasilika që kishte shkuar implantin në sinus? Vazhdo. Vazhdo. Vasilika ka vende ku ta gjej, vazhdo. Ka vende ku ta gjej. Ju nuk mbani përgjegjësi. Po tjetër Ale ka vende ku ta gjej, kishte vende ku ta gjej, vazhdo. Ju nuk mbani përgjegjësi fare. Nuk e njoh fare kush është kjo Vasilika, po them vazhdo. Nuk e njoh fare, bre. Ka njerëz bukshkelur, vazhdo. Vazhdo se Vasilika nuk ka paguar asnjë cent, po vazhdo. Në fillim nuk e njihte fare, dhe më pas e shpalli bukshkelur që nuk ka paguar asnjë cent. Vazhdo dhe mos jep më gojë, ec. Se nuk jap informacion fare absolutisht. Ec. Dini që është më e ndershme të dilni të shisni rroba, fruta perime se sa të merrni në qafjet njerëzish? Po bëje ti atë. Shko bëje ti. Unë nuk marr në qafjet njerëzish, as nuk një njerëz, as nuk me i mashtroj. Mashtroj shumë bukur me lishin, me kam aktivitetin me licencë, me deklarime me të tëra. Mos them që isha bërë deklarime. Deklarime si atë ditë. Ati ishte bërë një gabim fature dhe u kapët, zonjë vazhdo. Sa gabime fature? 1020 apo 30? Jo, mëse deklarime janë 80.000 euro deklarimet e puna ime. Jo që një vetën mjeke? Mjeke jam. Mjeke jam. Për sa më diplomuar mjeke, për sa ma kam firmos se një dekane, një rektor në gjithë. Shumë turp që merrni në qafë. Shumë turp që merrni në qafë njerëzish. Shumë turp që merrni në qafë njerëzit. Shumë turp. Sidoqoftë, pas gjitha kësaj zhurme dhe masave të institucioneve, a duhet mbyllur kjo klinikë abuzive? Këtë më mirë sa askush na e sqaron Inspektorati Shtetëror Shëndetësor i Durrësit, e cila para një jave konstatoi shkelje të një pasnjëshme të kësaj zonje. Me sa mbaj mendon dënëncimin me erdhin nga ekonomi. Dhe në vetëm kohë ngritëm grupin e punës, bërë evidentimin e problematikës që kishin ata. Dhe bon mbyllja. Për një moment menduam se ky reagim ishte për të na shmangur, por pas pak çastesh mësojmë të vërtetën. Se në momentin që neve vejmë shërita, shërita nuk ka pasur. Shërita në subjekt nuk ka pasur. Ne kemi bërë gjërimet për gjatë viteve të tjera. Shëritat e inë. Janë me fota mëse s'ka shanse, si ishte krimi ekonomik aty, se s'mund të ndodhen të gjë. To shërita nuk janë. Tani në këto momente nuk janë. Okej, do ikim gjithë bashkë. Pra gjithçka e qartë, pseudomjekja ka shkelur edhe një herë ligjin, duke kundërshtuar një tjetër masë të institucioneve, të cilat me sa duket e kishin fjetur mendjen se aktiviteti i saj është i bllokuar. Ndaj të gjithë së bashku nisemi edhe një herë drejt shijakut. Po, ka marrë letin tuaj. Zonë, falë, dojnë procedurë, dhe këtë një kote sonin të aktivitetu. Mos preke shenjave dalluese të subjektit. A që shenjë dalluese? Nuk e pas dokument që të preke shenja dalluese dhe ty është brenda mjetëve të subjektit. Për dokumentat gati me ekonomikës me të gjitha të bërë. Nuk mund bëj asnjë lloj veprimi pa cilë dokumentat të ne dhe pa thënë lejen që ti të preke shenja dalluese dhe të vazhdosh ushtrimin e aktivitetit. Kështu që ti je komplet e palishme në këtë moment. Me sa kuptojmë, kjo zonjë nuk e ka as pak idenë se çfarë do të thotë të heqë shiritat nga një subjekt i bllokuar. Prandaj për këtë veprim, inspektorët e dënojnë me një tjetër gjop. Në momentin që te ne nuk e sjell asnjë dokument, edhe ke prekur shenja dalluese, në këtë moment do merret mas për prekjet shenjave dalluese që kemi vendosur ndaj subjektit. Edhe nga këtë moment do bllokohet prapë sërish subjekti nga fillimi, edhe do dilë. Duhet i kishte sjellur para se sa të prekë shenja dalluese. Se mos keni harruar ndonjë dokument brenda, mos ju duhet për t'i dorëzuar në inspektoriat. Jo, dokumentat edhe sikur ku janë. Po se hapni më pra këta, deri kur dorëzoni dokumentacionin. Nëse i ke këtu merri se nuk do hapësh dot më. Shpresojmë që kësaj radhe, pseudodentistja të bëjë të gjithë hapat e nevojshëm konform ligjit për të pajisur me licencë dhe për të regjistruar në urdhrin e stomatologut, ndërkohë që rikthimi i saj në punë me këto kushte mund të shkaktojë të tjera viktima, pasojë e papërgjegjshmërisë dhe pa aftësisë së saj. Keni asnjë dokumentacion, licencë në urdhër pse s'jeni regjistruar? S'mu do qefi.